Drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja ka inspektuar punimet në doganë e Qaftanës, punime që pritet të përfundojnë përpara se të nisë sezoni turistik. Beja shpreh se me hapjen e rrugës Libresht-Pogradec, qarkullimi i mjeteve në këtë dogan vjen normalisht, ndërsa shton më tutje kur thotë se kjo dogan do të jetë pikëlidhëse me Bashkimin Evropian. Me rihapjen e rrugës është kthyer normaliteti në pikën doganore të Qaftanës. Çdo gjë siç e shikoni funksionon normalisht, po ashtu jam këtu edhe për të shikuar mënyrën se si kanë ecur punimet që po kryen në këtë pikë. Është një projekt i Bankës Botërore që ka përmirësuar dhe do përmirësojë më tej funksionimin e kësaj pikës. Po ashtu kemi edhe një vizitë inspektuese nga misioni i Bashkimit Evropian për të kuptuar se si administrata jon doganore është në gjendje për t'u përgjigjur detyrimeve që burojnë nga procesi i antarësimit në BE. Pra do jetë pika doganore që do lidh Bashkimin Evropian me Maqedoninë. Rrjedhimisht ato kanë interesin më të lartë për të kuptuar që pika jon doganore i përgjigjet më së miri gjitha detyrimet që burojnë nga legjislacioni doganor i Bashkimit Evropian dhe stafi shqiptar është në gjendje për të përmbushur ato detyrime në të njëjtën mënyrë si edhe stafet e tjera të Bashkimit Evropian në pikat e tyre doganore. Drejtori i përgjithshëm i doganave është përgjigjur pyetjes lidhur me vonesat dhe radhët që krijohen gjatë sezonit turistik, kryesisht për shkak të palës maqedonese. Unë qurë ka marrë detyrën, ka marrë me njërë kontakte me kolegun tim në Maqedoninë e Veriut. Besoj shumë shpejt do kemi një takim zyrtar. Çështjet problematika e përditshme të zgjidhjes jemi në kontakt për t'i zgjidhur, por sigurisht bashkë me ta ato do ngrenë kapacitetet e tyre. Është detyrimi atyre për t'u përgjigjur nevojave që ne kemi ose lëvizja e lirë e mallrave ndërmjet dy vendeve ka, dhe jam i sigurt që ato do i përgjigjen. Pikë e kalimit kufitar Qaftanës është pikë e rëndësishme që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, teksa vetëm gjatë sezonit turistik hyn dhe dalin më tepër se 400.000 shtetës.